Më fal, ju me çfarë ikët? Me çfarë ikët ju? Me bark. Babi ka qenë peshkatar dhe ai para se me ikat natë ka lidh edhe atë burrin që punonte me të, se ka punu me një prej zogajve, e ka lidh, e ka një djalë i ri që punonte me të, edhe kanë lidhë 2 ushtar, sepse në atë kohë babi bate peshkim, po u doshin me kenë me ushtar i shërçum. Nuk e kuptova, më fal Elena, si e ka lidhur? Po. I ka lidh me spango, me ato të peshku, të rjetave. Si quhen ato peni i asaj rjetave që bashin rjeta. I ka lidhur, i lidhi që ata të mos reagonin, se mund të qëllonin. Po, normal, mund të spiononin, mund të mshehi edhe ato që kishin armat aty dhe të 3 ka lidh. 2 ushtar edhe atë shokun e vet peshkatar. Edhe shokun e vet? Po. Dhe ndërsa i lidhi, i mori familjen, kush ishte në atë vark? Jo, ato i ka lidh babi të qendra kur ishin peshkatar, ishin peshkatar të aty, dhe kur rishin, si flashin, ose si hashin buk, më kupton? Po. Aty i ka lidh dhe pastaj ka marrë varken dhe na ka marrë ne dhe jemi arratis. Ata shpëtuan? Patën morët vërgjë? Po, nuk ishin gjata. Ata vetëm i lidhi babi që mos sa të ikshim ne, të mos flisnin. Të ishin të lidhur ato. Të mos lajmëronin, kuptoj. Po, nuk është i ka ba gjatë. Po, ndërkohë babi të mori ty, mori motrën, mori nënën? Jo, ne kishim lanë më caktu, dhe më thanë kishim shku një 2 javë përpara, kishim marrë shtëpi me qyratë në Shirok, për me ba plazh, edhe kishim lanë takimin më taku tek para se me hynë Shirok. Që papa të merte ata një në varken nga Shiroka dhe të vite aty të në merte dhe t'ikshim. Kush ishte tjetër me ju? Ishte edhe një familje tjetër, burre gru dhe 2 fëmijë. Me 2 fëmijë. Fëmijët i kanë qenë shumë të vegjël, 2 vjeç dhe 4. E të mërshme. Natën? Ishte natë? Po, 11 e natë u nisme, edhe kena ulltu më dhe në nderi atje të kufini, kur shohim aty të kufini nuk ishte ato të Jugoslavisë që të dorëzoshim, atëherë fillunin me